Kjo marrëveshje prishet me LDK-n për shkak mos realizimit të marrëveshjes së LDK-s me PD-n deri më tani, prishet për shkak mos realizimit të kërkesave të asnjë qytetari të komuniteteve pakicë në Ferizaj, është kryetari nga gjitha legislaturat, nga gjitha ekzekutivet e të kaluares, qoftë nga radhët e LDK-s, qoftë nga radhët e PD-s, të cilët kanë qeverisur me Ferizajin deri më tani, është i vetmi kryetari marrëdhënësfarsh deri më tani që nuk e ka përfill asnjë kërkesë të qytetarëve të komunës të Ferizajit nga minoritetet pakicë, asnjë projekt kapital nuk është futur nga minoritetet, edhe pse kanë shkuar me kohë kërkesat. Ne kemi menduar se me ardhen poshtet kryetarit marrëdhënësfarç ka ndryshuar çështja ndaj komuniteteve dhe kemi menduar që ka marrë një kulturë të zonjës Merkel për shkak se ka çuar një jetë në Gjermani dhe ka marrë një kulturë evropiane, por nuk e kemi besuar që ka marrë një kulturë të zotëri Hitlerit. Ndërkaq, kryetari i PD-s Danush Ademi tha se po të ishte plotësuar vetëm 10% e marrëveshjes, koalicioni nuk do të prishej. Janë kërkuar disa pozicione që me legjit e kanë në kryetari i shtesë, edhe pa marrëveshje që mos kish mi lidh në kryetari i shtesë nga komunitetet i takan kryetari ta zgjedh, sepse na e shumë që e ka shkel këtë legj, këtë rregullor është duke e shkel kryetari. Unë personalisht e di që ky komunitet ka qenë edhe vitin 2007, ku kam qenë njëri ndër nën kryetarët e parë në komunën e Ferizajit. 2006, 2007, 2008, unë vetë kam qenë personalisht në kryetare dhe pastaj edhe kryetari Xhamali kur ka qenë nën kryetar, o shkon Rexha Bajrami nën kryetar, për çfarë arsye kryetari Sfasha nuk dëshiron që komuniteti të avancohet dhe të një antar nga komuniteti jonë të jetë nën kryetar i cili i takon me ligj. Kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa në anën tjetër thotë se shkëputja e koalicionit është e ngutshme dhe se është bërë për interesat të udhëheqësve të kësaj partie e jo për interesat të komunitetit Ashkali. Ma shumë i notët mund të jenë personale, se sot që kanë të bëjnë me mos realizimin e interesave të komunitetit shumicë. Kjo ka mund të jetë nxitur nga kërkesa e tyre për emërimin e një nënkryetari nga radhët e komuniteteve, gjë të cilën ne nuk kemi arritur që ta procedojmë në kuvend, për shkak se unë si kryetar komune 2 herë kum proceduar në kuvend, por s'ka pas gatishmëri nga asamblesët që të votojnë për emërimin e këtij nënkryetari, i cili nuk do të mund të emërojë sipas udhëzimit administrativ pa votën e përfaqësuesit të komunitetit pakicë. Por shkëputja e këtij koalicioni pas një paralajmërim paraprak tregon për nivelin e tyre të ulët kulturor dhe mënyrën e tyre të komunikimit me kryetarin e komunës. Realisht ne kemi bërë atë që kemi pas mundësi, atë që kanë mundësuar buxhetet tona të komunës. Ndërkaq, akuzat e PD-s për qasje raciste i pari i Ferizajt i shes si gjuhë të një niveli të papranueshëm të komunikimit. Këtij niveli të komunikimit unë nuk dëshiroj të përgjigjem, sepse është nivel shumë i ulët. S'kemi nevojë kështu mu marr me këtë nivel. Nuk është gjuha ime me të cilën unë komunikoj me ta. Drejtues të PD-s thanë se do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që projektet për komunitetin Ashkali të realizohen në nivel qeveritar dhe të mos kalojnë më në përdorë të komunës së Ferizajt.